Kemi Juli, jemi në Korçë, erdha sot te një studio qeramike që bëjnë këto gjërat siç e shikoni me dorë në stilin e vjetër të mënyrës se si i bënin gjërat. Këtu kemi dhe vetë të zonjën e punës, Yrmela. Çfarë është kjo dhe si funksionon? Na thuaj pak të lutem. Përshëndetje. Atëherë kjo është një studio qeramike, sigurisht është e mbështetur nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Ne jemi të inkubuar këtu dhe punoj bashkë me mamën për të bërë punime artistike dhe funksionale prej qeramike. Kjo gjë mbrapa që shikojmë është kavanoz? Jo, kjo është një vazo për lule. Një vazo. Është funksionale. Ka dhe vrimë. Po. Dhe tasin e vet për të mbajtur ujin. Po këto mund të pish kafe apo janë thjesht të bukura? Mund të pish dhe kafe në to, janë funksionale. Janë të certifikuara që nuk janë toksike për përdorim. Okej, shumë gjë interesante. Kjo është një risitë, mëson se. Edhe keni dhe laboratorin këtu. Mund të shikojmë se si punon? Okej. Këtu është pjesa e laboratorit. Përshëndetje. Punon me maman e saj këtu në vendin. Edhe këto janë të gjitha ngjyrat me sa shikoj, bojrat apo jo? Këto bojrat këtu, edhe ajo pjesa aty për çfarë është kjo kuqe? Ajo është për petën. Mi trego pak të lutem si funksionon kjo, pse është e ngrohtë? Kjo është furra që është e vënë në punë. Është furra se Okej, se hapim, jo është në punë. Kjo është një furrë që futen ato filxhanet që kishim çfarë edhe këto, edhe të cilat që realizon dy lloj pjekjesh. Pjekjen e parë dhe të dytën. Këtu për shembull, po bëjmë një peshk. Well, peshk i them unë mund të ketë diçka më të. Jo, peshk është, por është një pjatancë për restorant. Është pjatancë restoranti, edhe ky peshku këtu dhe po e bëjmë dhe atje. Po. Supozoj edhe do ngrem ato majat. Po ato gjërat të tjera edhe ato për Këto janë tornat. tornat, nga që kthehen. Bëjmë baltën. Janë ato të baltës, po, super. Edhe të gjitha këto, sa merr për shembull, sa kohë, e di që është relative, po sa kohë merr për të bërë një gjë të thjeshtë? Të thjeshtë, një gjë normale, një gjë. Minimumi 12 ditë. 12 ditë për të bërë një gjë. Po. Kështu. 12 ditë për të bërë një gjë Minimumi. qeramike. Nëse dikush do të kalojë nga Korça, edhe t'i hedh një sy. Mbase ju dhe shisni disa prej tyre. Po, po. Ku mund t'ju gjejmë? Jemi në ish materniteti, Po? hotel mik tashmë. Në rrugë mund t'ju gjejmë këtu gjithashtu dhe në Instagram tek Balta dhe Toka Bato. Faleminderit.